Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Fruti është një infekcion i shkaktuar nga një virus shumë nxehtë si quajtur morbillavirus, për të cilin thuhet se është 6 herë më nxehtë se sa gripi. Fruti shfaqet me skuqje në lëkurë, fillimisht me një olla në fytyrë dhe pas veshëve, që më pas përhapen në gjoks, shpinë dhe këmbë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti në vendin tonë janë regjistruar disa raste sporadike me fruth. IKSHP u ka bërë thirrje prindërve që të vaksinojnë fëmijët kundër fruthit, shytave dhe rubellës. Në kuadër të mbrojtjes së shëndetit publik dhe me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjeve ngjitse dhe ruajtjes së shëndetit të fëmijëve, është shumë e rëndësishme që të siguroheni që fëmijët e juaj të jenë të vaksinuar me vaksinat MMR. Kjo vakcinë jepet për të parandaluar fruthin, shytat dhe rubellën. Ajo është e sigurt dhe efektshme dhe është një nga mënyrat më të mira për të mbrojtur fëmijët nga këto sëmundje. Sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit, kjo vakcinë jepet në 2 doza. Doza e parë në moshën 12 deri në 15 muaj dhe doza e dytë në moshën 5 deri në 6 vjet. IKSHP thekson se fëmijët të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë arritur që të marrin vaksinën sipas kalendarit të rregullt, mund të vaksinohen në çdo kohë, duke qenë se vaksina mund të jepet edhe pas moshës 6 vjeçe. Pra fruthi do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bashkëbisedoj me Dr. Faik Hotin, specialist i shëndetit publik në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Dr. Faik, mirë se erdhe në emisionin Stetoskop. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Pra dëgjuat temën që jemi përcaktuar, fjala është për fruthin. Dihet instituti ditë më parë ka lëshuar një komunikat ku ka njoftuar se ka pasur disa raste sporadike në 3 mujorin e parë vitit 2025. Mund të na thoni se për çfarë raste është bërë fjalë dhe për çfarë moshash? Është vërtet që Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka lëshuar si vjet në 3 mujorin e parë të vitit komunikata lidhur me praninë e virusit të fruthit në popullat, respektivisht diagnostikimin e 5 rasteve, dhe këto komunikime kanë qenë me qëllim që popullata të informohet për të ditur rrugët e mbrojtjes kundër fruthit, në veçantë fëmijët e vegjël, të cilët janë më të ekspozuar dhe të cilët nuk janë të mbrojtur në rast se nuk janë vaksinuar nga ana e prindërve të tyre. Këto raste, siç i quajtet edhe ju, kanë qenë sporadike për fat mirë, për shkak se në disa vende tashmë ne veç kemi epidemi të fruthit, dhe ato kanë përfshi mosha të ndryshme, duke përfshirë fëmijë 4 muaj deri në moshën 13 vjeçare. Bëhet fjalë kryesisht për fëmijë të cilët nuk e kanë kompletuar procesin e vaksinimit, sepse mbrojtja më e mirë kundër fruthit është marrja 2 dozave të vaksinës, dhe ata që nuk vaksinohen, natyrisht që në kontakt me ndonjë person të infektuar, qoftë në vend apo jashtë, mund të ekspozohen rrezikut të infektimit me fruthin. Pra qëllimi nuk ka qenë që ta friksojnë popullatën, por qëllimi ka qenë që t'i ndërgjegjësojnë prindërit për rëndësinë e vaksinimit të fëmijëve të tyre me vaksinën kundër fruthit, me që kjo është mbrojtja më e mirë dhe më e sigurt për parandalimin e kësaj sëmundje. Kur flasim për fruthin, prindërit duhet ta dinë që është një sëmundje infektive që shkaktohet nga një virus dhe është shumë e rrezikshme, për shkak se llogaritet që në 6 raste të atyre që infektohen, një rast mund të shkojë me komplikime serioze që mund të paraqiten me ndezjet të cipave të trurit, me infeksione në vesh dhe me komplikime tjera në traktin e frymarrjes, me bronkopneumoni dhe komplikime tjera të cilat mund të rrezikojnë edhe jetën e fëmijës të prekur nga fruti. Doktor, në çfarë moshe duhet bëhet vaksinimi? Si bëhet, pasi që tha 2 doza duhet merret patjetër? Vaksina kundër fruthit jepet në 2 doza. Doza e parë jepet në moshën 12 muajshe, ndërsa procesi kompletohet me dozën e dytë që duhet të merret në moshën 6 vjeçare, respektivisht në moshën kur fëmia i ofrohet futjes në shkollë. Pra, është një vaksinë e sigurt, një vaksinë e cila japet prej më shumë se 60 vjet,
dhe falë kësaj edhe në Kosovë janë eliminuar epidemitë e mundshme sepse Kosova ka një shkollë fëmijë të vaksinimit kundër frutit, por ajo që është e rëndësishme për prindërit është që të mos heqin dorë nga vaksinimi i fëmijës me 2 doza, sepse ka raste kur prindërit për shkak të dezinformatave ndryshme evonojnë, po sigurisht që ka pasur, evonojnë marrjen e dozës së parë dhe kjo automatikisht pastaj përcillet në vonesë edhe në marrjen e dozës së dytë. Për prindërit është shumë e rëndësishme që vazhdimisht të jenë në kontakt me fëmijët, me kujdestarët e shëndetit të fëmijëve të tyre që janë mjekët, pediatrit, mjekët familjarët të tjerë dhe ta respektojnë kalendarin e rregullt të vaksinimit ku kjo vaksinë është e përfshirë prej vjetësh në Kosovë. Ajo që duhet të fiksuar është që fëmijët duhet ta marrin vaksinën me kohë, duhet ta përcjellin kalendarin e rregullt vaksinimit dhe nuk ka asnjë arsye që ndonjë prind të hezitojë që fëmijës së vet ja jap këtë vaksinë për shkak të dezinformatave që ko pas kohë qarkullojnë jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vendet e tjera. Diçka që është shumë e rëndësishme për ta ditur është që virusi i fruthit e ka potencialin që në çdo 5 vjet ose 6 vjet të rikthehet dhe kjo mund të sjellë probleme, mirë po Kosova ka evituar këto falë vaksinimit mirë që ka pasur ndër vite, jo vetëm për fruth, por edhe për sëmundje tjera infektive të cilat parandalohen përmes vaksinimit. Sigurisht shkalla e vaksinimit vazhdon të jetë bukur e lartë. Po, Kosova shuhet me shkallë të lartë vaksinimit dhe nëse ne veç u referohemi statistika që kanë të bëjnë pikërisht me vaksinën e fruthit, atëherë shohim që doza e parë është në shkallën 89%, po flasim për vitin 2024, ndërsa doza e dytë ka qenë në nivelin e 94%. Pse doza e dytë është më e lartë se doza e parë? Sepse unë e thash në fillim që zakonisht ka hezitime në marrjen e dozës parë, pastaj kur fëmijët shohin që s'ka kundër efekt, pa probleme marrin edhe dozën e dytë dhe ko pas kohë ndodh që një gjenerat tjetër për shembull në shkallë më të lartë në dozën e parë, në shkallë më të ulët në dozën e dytë, se anas janë tas mirë, po përgjithsisht gjithmonë Kosova është qumë në një shkallë shumë të lartë vaksinimit për ato vaksina që janë përfshirë në kalendar me dikon 95, 99, 92. Megjithse vitet e fundit, sidomos gjatë vitet të pandemisë, jo vetëm vendet tonë, por në gjitha vendet ka pas një rënje dhe ky gjepsit, le të themi kështu i krijuar, ka ndikuar që në shumë shtete, sidomos në Evropë, edhe në shtetet e Amerikës të ketë shpërthime të mëdha të frutit që natyrisht sjellin probleme për fëmijët, po sjellin probleme edhe për sistemin shëndetësor dhe për familjet e të prekura. Çfarë ndodh me ata fëmijë që për shembull dozën e dytë nuk e marrin? A mund ta marrin edhe pas moshës Po, mund ta marrin, nuk ka kufizime strikta kështu që edhe ata prindër që për ndonjë arsye e kanë vonuar marrjen e dozës parë ose dozës dytë, është mirë që ta marrin ata në mundësinë e parë, për shkak se imuniteti që krijohet prej vaksinës i mundson fëmijët që nëse ka marrë shembull dozën e parë dhe gjatë jetës së tij në vitet para se të vi koha e marrjes së dozës dytë has në atë virus, normalisht organizmi do të reagojë ndaj tij sepse e njeh ato edhe do t'i krijojë imunitet apo mbrojtje. E thash edhe një herë, kjo nuk është një vaksinë e re për të ngritur dilema të ndryshme, siç dëgjojmë ndonjëherë nga njerëz të cilët nuk merren me shkencë, por njerëz të cilët u besojnë tash e thënë, është një vaksinë që prej mbi 60 vjet gati 70 vjet është në përdorim edhe fal saj në shumë shtete veç është rënjos fruti i cili përpara ka bërë kërbli. Sa i përket rasteve, Kosova qëndron më mirë nga se në vendet e rajonit kemi raste shumë shumë. Po pikërisht për shkak vaksinimit mirë. Ka shtete, për shembull Rumania ka qenë tipike si vjet me shpërthim të madh të raste, mirë po këto raste ka të bëjnë drejt për drejt për mos vaksinimin. Nëse e marrim që shkalla e vaksinimit bie në ato standarde të cilat ne i kemi arritur, normalisht që vitet vijuse mund pritet ndonjë shpërthim. Mirë po nëse vazhdojmë që kështu të kemi kësi nivellet mira të vaksinimit, kemi një ndërgjegjësim të prindërve të kujdestarëve ligjor për rëndësinë e vaksinimit, atëherë mund të pritim që të kemi një situatë stabile sa i përket frutit, edhe të mos ketë ndonjë shpërthim të përmasave që din shkaktojë probleme. Unë e thash më herët që fruti din që në çdo 5-6 vjet të manifestohet me shpërthime ndryshme, të ketë riciklime, mirë po mboroja ndaj kësaj është vetëm vaksinimi. Nuk ka ndonjë mbrojtje tjetër specifike.
Edhe nëse dikush infektohet nga virusi I frutit, pra ai do të parë një mjekim simptomatik, një mjekim për të lehtësuar shenjat, siç janë për shembull temperatura, dhimbja, ose do të marrë vitamina, lëngja për ta përforcuar imunitetin, mirë po nuk do të ketë një terapi specifike kundër frutit. Me përjashtim në rastet kur fruti kombinohet apo shoqërohet me infeksione tjera bakteriale, atëherë do të shkohet sigurisht me dhënie të antibiotikëve, mirë po në rastin kur kemi të bëjmë vetëm me virus, atëherë terapia do të jetë simptomatike dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që parandalimit të jepet rëndësi dhe të mos vijë puna deri te infeksioni. Doktor Faik mbretëron mendimi se fruti I prek vetëm fëmijë. Ja mund t'i prek edhe moshat Po, mund t'i prek edhe moshat e të rriturve, sepse ka shumë gjenerata të cilat nuk e kanë kaluar frutin mirë, po është shumë më e rrallë dhe është e kuptueshme që moshat e pjekura apo moshat e maturuara do ta përballojnë shumë më lehtë në rast se shfaqet. Për këtë arsye dhe rekomandohet që vaksina kundër frutit japet qysh herët, mirë që fëmijëve të krijohet imunitet qysh në fëmijërinë e hershme. Është diçka karakteristike që zakonisht ato nona të cilat janë të vaksinuara gjatë jetës tyre me vaksinën kundër frutit kanë predispozita që fëmijët e tyre të jenë të mbrojtur, sidomos në 6 muajt e parë, dhe ne shpesh e themi edhe te java e gjithdhënies që një prej arsyeve pse nënat duhet t'i ushqejnë fëmijët e tyre me qumë gjiri është edhe kjo përcjellja e atij imunitetit përmes lidhjeve edhe biologjike por edhe lidhjeve emocionale që krijohen midis nënës dhe fëmijës. Doktor Faik, ne për frutin kemi folur shumë herë, mirë po nuk është e tepër që edhe kësaj herë të flasim për të. Qysh manifestohet? Ju pak a shumë I përmend disa nga simptomet që pak a shumë prindët të jenë të njoftuar dhe të dinë t'reagojnë me kohë. Fruti ka disa manifestime karakteristike, një prej tyre është temperatura shumë e lartë, ka sindrom katarale, ka ndryshime në lëkurë që ne ju themi exantema dhe enantema, dhe ajo që është karakteristike të fruti janë këto shenjat në lëkurë të cilat fillojnë në anën shpinore edhe pastaj shkojnë duke u përhapur gjithë trupit, madje edhe në fytyrë. Edhe ajo që është karakteristike që prindërit duhet të dallojnë është që këto shenjat apo puçllat, siç u themi në gjuhën popullore, manifestohen shumë shpejt. Dhe një person I cili është infektuar me frut ka potencial që ta infektojë edhe personin tjetër për shkak të afërsisë dhe për shkak se kjo është edhe smundje e kontaktit dhe bartet nga njeriu I infektuar te njeriu I shëndosh, por ajo që është karakteristike dhe që prindërit duhet t'i rrinë gati është temperatura e lartë dhe manifestimi I këtyre shenjave në lëkurë që janë karakteristike apo edhe ne I quajmë në mjekësi si njolla të komplikut. Por popullata njeh si puçrat të skuqura të cilat përhapen shumë shpejt. Doktor Faik, a duhet me patjetër të kërkohet ndihmë e mjekut kur I vren këto simptoma? Gjithsesi, për shkak se një person I infektuar sigurisht që do ta përballojë shumë më lehtë frutin në rast se merr terapi mbështetëse nga mjeku dhe në veçantë nëse marr terapinë e drejtë. Ka raste kur prindrit hezitojnë të shojnë te mjeku dhe provojnë me metoda të thotë që kanë dëgjuar. Nuk ju kishim rekomanduar që ta kontaktojnë mjekun, por të mos e vendosin personin potencialisht infektuar në kontakt me tjerë, edhe të marrin udhëzime për përdorim të drejtë të terapisë. Është shumë e rëndësishme që prindërit të kenë ndërgjegjësim të mirë, njohuri të mira për smundjet të cilat mund të rrezikojnë fëmijët e tyre. Nuk është problematike që ndihmojnë me administrimin e një preparati që e lufton temperaturën, për shembull siç është parastamoli, apo dhënia lëngjeve dhe e vitaminave, mirë po për terapi më specifike duhet të kujdesen dhe të jenë në kontakt me mjekun, sepse ka raste kur të prekurit, respektivisht pacientët të ndryshme me sugjerim të personave që ndoshta nuk I kanë njohuritë e duhura, vetë ordinojnë nëse marrin terapi të gabuar, në veçantë është e shprehur keq shprehja e marrjes së antibiotikëve pa përshkrim të mjekut dhe pa konsultim me mjekun. Dhe për fat të keq kjo ndodh bukur shpesh. Po kjo ndodh bukur keq dhe nëse bëhet shprehi edhe shumë raste veç tashmë po dihet që është bërë, krijon një lloj rezistence në antibiotikë dhe nëse organizmi krijon rezistencë ndaj antibiotikëve e humb mundësinë që ta përdorë në armë të cilat është dedikuar për diçka tjetër, për luftimin për shembull të infeksioneve bakteriale. Cilat janë disa nga komplikimet që mund të
i shkaktoj fruti? Thash që komplikimet kryesore kanë të bëjnë me komplikimin mushkëri, mund shkaktojnë pneumoni, bronkopneumoni, ndryshme mund shkaktojnë ndelëzje të veshit mesëm, edhe diçka që është karakteristike mund të shkaktojnë ndelëzje të cipave të trurit që janë si encefalitë dhe që janë sëmundje mjaft rrezikshme. Pra, për dallim prej gripit, fruti është sëmundje mjaft infeksioze, edhe shkalla e komplikimeve e vërtetë është sepse një në 6 raste mund zhvilloj komplikime serioze këtë pra që i përmend. Sa zgjata e periudha kur një person me fruth mund t'i infektojë edhe fëmijët tjerë? Periudha e inkubacionit zgjata prej 7 deri në 10 ditë dhe gjatë asaj kohe personi mund ta ketë virusin, por nuk ka manifestuar ende shenja. Por unë e thash që kjo është sëmundje kontakti dhe për aq kohë sa dikush është i prekur prej frutit dhe ka manifestime ndryshme, në veçanti manifestime likurore, kontakti me persona të tillë i bën të ekspozuar persona të tjerë cilët nuk e kanë frutin. Pastaj kjo sëmundje përhapet edhe si rezultati i qëndrimeve afër, për shkak se është një sëmundje që përhapet përmes spërklave, dhe thjesht është sëmundje që duhet evituar kontakti. Dy pra mundësi, evitimi kontaktit me persona të infektuar, po para se të vijë kjo është një mundësi tjetër shumë e mirë që të mos ndodh fare infeksioni, është vaksinimi i fëmijëve. Doktor Fai, kemi hyrë minutat e fundit të emisionit dhe zakonisht për fund flasim për preventiven. Ne folëm për preventiven, po s'është e tepërt edhe një herë që të përkujtojmë prindit se si duhet veprojnë në rast. Përndrejt diçka që vlen për çdo gjë tjetër, për çdo sëmundje tjetër, vlen edhe për frutin që duhet të jenë kujdesshëm që fëmijët e tyre të edukojnë drejt, të ushqejnë shëndetshëm, edhe të vaksinojnë sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. Gjithashtu të edukojnë që të mos qëndrojnë në ambiente të mbyllura, të shmangin kontaktet me vatra potenciale të infeksionit, të edukohen në mbajtjen e higjienës personale, higjienës kolektive dhe ajo që është më e rëndësishme, të kenë njohuri që për çdo ndryshim në tokën e tyre, në sjelljen e tyre, të konsultohen me prindrin, me mjekun, me psikologun, dhe kësaj ta kenë atë spektrin e shërbimeve të cilat atyre u duhen për një fëmijëri të hershme, të shëndetshme dhe për rritje dhe zhvillim të shëndetshëm. Pra, fëmia rritet në një komunitet brenda të cilit bashkëveprojnë familja, kujdestarët ligjor, profesionistë shëndetësor dhe gjithë ne, përfshirë edhe ekspertët e shëndetit publik dhe mjekët e kujdesit parësor dhe nivelet tjera, të cilët së bashku janë të obliguar në bazë detyrave që të ofrojnë shërbime dhe të ndihmojnë popullatën që të ketë një jetë sa më të shëndetshme. Doktor Fai, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe vërtet është kënaqësi që emisionet realizohen bashkë me ju. Unë vetëm duat që t'ju falenderoj juve për kontributin e ndërgjegjësimin e popullatës për rreziqet që i kanosen shëndetit. Unë do thosha që një fillim më i shëndetshëm dhe më i mirë për fëmijën nuk ka si të ndryshe se sa ai fëmijë të vaksinohet, të marrë vaksinat cilat janë të parapara në kalendarin e vaksinimit dhe të rritet shëndetshëm. Faleminderit shumë. Edhe juve gjithashtu. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm Stetoskop. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valë të programit tonë.